Policia e Kosovës ka kërkuar bashkëpunim nga qytetarët për zgjedhjen e 3 të dyshuarve për tentim vrasjen e biznesmenit Jeton Buçuku të dielën në Pej. Për kryerjen e kësaj vepre janë në kërkim 44 vjeçari Arjan Celaj, 22 vjeçari Yll Celaj dhe 20 vjeçari Altin Celaj të 3 shtetas të Kosovës nga Mazdiku i Deçanit. Në konferencën e thirrur nga kryeprokurorja e Pejës të hënën nuk u fol shumë për rastin me arsyetimin se është në fazë të hershme të hetimeve. E koha ka gjetur se të paktën njëri prej të dyshuarve ka precedent penal dhe është dënuar me kusht nga gjykata e Pejës Dega në Deçan për rrahjen e një personi. Të pandehurit Altin Celaj i shqipton dënim me burg në kosgjatje prej 6 muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse në periudhën verifikuese prej 3 viteve nuk kryen vepër tjetër penale. Biznesmeni Buçuku qëllua me armë zjarri teksa po hynte në lokalin e tij e sipas emergjencës së QKUK-s, gjendja e tij shëndetësore është stabile. Pacienti ka qenë në gjendje stabile. Pas trajtimit në emergjencë e kemi çuar në klinikën e ortopedisë. E vetë Buçuku ka pasur probleme me ligjin në të kaluarën. Prokuroria në Pejë e ka akuzuar atë për lëndim të lehtë trupor të viktimës AG. Megjithatë, kjo çështje u zgjedh jashtë rrugëve gjyqësore me ndërmjetësim. Po ashtu Buçuku është një nga 28 biznesmenët e akuzuar nga prokuroria themelore në Xhilan për kontrabandë në rastin e njohur si Karaqeva.